Projekti i Rrugës Tiranë-Durrës Rinas po avancon. Tashmë jemi gati për të nisur punën për ndërtimin e godinave të reja të stacioneve përgjatë linjës së korridore. Do të jenë 9 ndalesa, të cilat do të ofrojnë kushte moderne e komode për të gjithë udhëtarët. Puna po vjen shumë shpejt me alternativa të reja udhëtimi për të gjithë qytetarët më shpejt, më lirë dhe më mishësore me mjedisin, shkruan zëvendës kryeministrja Belinda Balluku në një postim të fundit në Facebook, duke publikuar pamje të reja nga terreni. Por çfarë di më shumë për këtë projekt madhor që po konsiderohet si një ndër risit më të rëndësishme infrastrukturore të dekadës në Shqipëri? Ecuria dhe përmasat e projektit, linja e korridore Tiranë-Rinas-Durrës, e financuar pjesërisht nga Bashkimi Evropian, pritet të jetë një hallk kyçe në modernizimin e transportit publik dhe ndërlidhjes urbane në Shqipëri. Kjo linjë do të ketë 10 ndalesa dhe jo vetëm 9 siç u përmend më parë, duke përfshirë pika strategjike të udhëtimit, përfshirë aeroportin Antereza, që do të jetë lidhja e parë e korridore e një aeroporti në vend me një qendra urbane. Detaje teknike, treni do të jetë elektrik duke garantuar një transport pa emetime karboni më ekologjik dhe më i shpejt. Shpejtësia maksimale e parashikuar është 120 km/h, duke e bërë një nga linjat më të shpejta në rajon për udhëtarët. Linja do të ketë një infrastrukturë moderne me stacione të reja të pajisura me kushte komode dhe të përshtatura për nevojat e qytetarëve. Faza aktuale dhe hapat në vijim. Rreth 80% e punimeve për trasen është përfunduar. Paralelisht është përmbyllur edhe gara ndërkombëtare për ndërtimin e stacioneve, ku është shpallur fituesi dhe po negociohen kontratat. Pasi të përfundojnë këto procedura, pritet të nisë me njëherë ndërtimi fizik i godinave. Në dhjetor të këtij viti është planifikuar gjithashtu një tjetër garë ndërkombëtare për elektrifikimin e rrugës, një hap që afron Shqipërinë me standardet e transportit evropian. Pjesë e vizionit më të gjerë, ky projekt është vetëm një segment i një vizioni më të madh për ringjalljen e sektorit hekurudhor në Shqipëri. Pas kësaj linje, do të pasojnë edhe Vora-Hani Hotit, një tjetër projekt që ka përfunduar fazën e aplikimeve, segmenti Durrës-Rogozhin dhe Rogozhin-Pogradec, pjesë e korridorit të 8, një nga arteriet më të rëndësishme të transportit rajonal. Projekti Tiranë-Rinas-Durrës nuk është vetëm një investim në hekurudh, është një investim në të ardhmen. Ai sjell përmirësim të ndjeshëm të mobilitetit, një lidhje direkte me aeroportin, ulje të ndotjes, si dhe përfitime ekonomike për qytetarët dhe bizneset. Nëse gjithçka shkon sipas planit, kjo linjë pritet të transformojë për mirë mënyrën si udhëtojmë mes qyteteve më të mëdha të vendit.